Të nderuar besimtar, vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit me temën tonë të përcaktuar prej disa javësh, ku po flasim për njeriun më të mirë, për njeriun më të zgjedhur, për më të mirin e njerëzimit, për Muhamedin alayhi salatu wassalam. Kush e njeh Muhamedin alayhi salam dhe historinë e tij, vetëm se e ka njoh Zotin dhe besimin dhe e ka njoh fenë e Zotit të gjithësisë. Kemi treguar se Muhamedi alayhi salam dhe shokët e tij u detyruan të largohen nga vendi i tyre, duke lënë shtëpiat e tyre, duke lënë tokat e tyre, duke i lënë të mbjedhat e tyre, si shkak i dhunës dhe i terrorit të cilën idhujtarët e ushtronin kundrejt muslimanëve. Shkoi Muhamedi alayhis salam në Medinë, ku i lejohej atij, ku i mundsohej atij që të adhuronte Allahun të vetëm, pa u friksuar nga asgjë. Treguam për 3 punët kryesore, fillestare, të cilat i kreu Muhamedi alayhis salam sa arriti në Medinë. E para ishte ndërtimi i xhamisë, çka klen me kuptu se xhamia është themeli i çdo gjëje. Xhamia është themeli i çdo besimtari, i çdo musliman. E më pas Muhamedi alayhis salam i bashkoi muslimanët me njëri tjetrin, duke i vllazëruar ata me njëri tjetrin, me një vllazëri e cila për fat keq sot mungon shumë. Pas kësaj hapi i tretë, të cilin e mori Muhamedi alayhi salatu wassalam, ishte marrëveshja edhe me banorët e tjerë jo musliman, të cilët jetonin në Medinë. Marrëveshja se nëse një ditë sulmohemi nga të jashtëmit, të jemi gjithë bashkë që t'i bëjmë ballë një armiku i cili do të na sulmojë. Dhe kjo ishte një marrëveshje mjaft e frutshme nga ana e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kështu do të krijohej një shtet i vërtet me në krye Muhamedin alayhi salatu wassalam në Medinë si kryetarin e këtij qyteti. Do të vazhdoj jeta në Medinë, mirë po për fat keq idhujtarët e Mekës, edhe pse ishin me kilometra larg, shpirti i tyre nuk binte rehat. Shpirti i tyre nuk rehatohej për shkak se Muhamedi alayhis salam ishte i qetë në Medinë. Ata sërish do të vazhdojnë me sulmet e tyre, dhe sërish do të vazhdojnë me akuzat e tyre, dhe sërish do të vazhdojnë me kërcënimet e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala, pasi pejgamberi alayhis salam duroi për 13 vite në Mekë, pasi pejgamberi alayhis salam boni sabër për 13 vite në Mekë, pasi u shpërngul në Medinë, Allahu po i sjell pejgamberit të tij një urdhër. Një urdhër i cili do të pranohej nga vetë Muhamedi alayhis salam pa diskutim, por edhe nga besimtarët. Cili ishte ky urdhër? Ky urdhër kishte të bënte me luftën kundrejt idhujtarëve, me luftën kundrejt atyre të cilët për 13 vite i torturuan dhe nga vendi i tyre i dëbuan. Shpesh dëgjojmë akuzat të ndryshme nga islamofobët, të cilët mendojnë se Islami është përhapur me shpatë dhe me luftë, por jeta e Muhamedit alayhis salam na tregon të kundërtën e kësaj. Se për 13 vite boni sabër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur vjen një çast që kalohen kufit, atëherë të bëhet ty e lejushme që ta mbrosh veten tënde, familjen tënde dhe shtëpinë tënde. Kështu Allahu subhanahu wa ta'ala tha në Kur'an, në surën Hajj ajeti 39, u është dhënë leje për të luftuar atyre që po luftohen, sepse ju është bërë padrejtësi, dhe vallahi i ishte bërë padrejtësi e madhe. Para mendo ti sot edhe unë, nëse të vjen dikush në shtëpinë tënde dhe të kërcënon,
dhe mundohet me të vra dhe don me të dëbu nga shtëpia jote, çka do bosh ti edhe unë? A do rish me dur në xhepa, ti thush bravo të qof, po jo vallaj. Se gjithsecili prej nesh do të dilte në mbrojtje të vendit ti, shtëpisë ti. Dhe sot, siç e kemi përmendur edhe më herë, me fol për luftën, direkt të akuzojnë ty se ti e fajtor. Po çka faj kam unë që dikush vjen në shtëpinë time dhe do të më marrë shtëpinë, siç ja bën Muhamedi alayhis salam dhe shokëve të tij. Po çka faj kishin besimtarët që u dëbuan nga vendi i tyre? Po çka faj kishin tani në Medinë, që duke i lënë gjitha po hir Zotit. Po ikit jetoj me qytet tjetër, vetëm lini rehat. Çka faj kishin që i dhujtarët vazhdonin me kërcënimet e tyre, vazhdonin me torturat psikologjike, duke dërgu her pas herë lajme që ne edhe atje do ju vinë, edhe atje do ju sulmoj. Kështu Allahu subhanahu wa taala pas 13 vitesh do të sjellë ajet kuranor që do t'i lejojë muslimanët që ata të dilnin në mbrojtje të vetes së tyre. Ashtu sikurse u sprovuan në Mekë, muslimanët do sprovoheshin shumë edhe në Medinë. Dhe duhet ta dimë o vëllezër musliman që vazhdimisht kjo jetë është një jetë e sprovave. Vazhdimisht kjo jetë është një jetë e sprovave, edhe pse sprovat mund të jenë në forma dhe në rrethana dhe në mënyra të ndryshme. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka thënë: "E hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." A mendut ju o musliman, a mendut ju o besimtar, se do thoni, unë jam besimtar, dhe do të rini rehat pastaj, do të rehatoheni, dhe nuk do të sprovoheni? Jo vallai, gjithsecili për nesh do të sprovohet në jetën e tij në forma dhe në mënyra të ndryshme. Dhe sprovat vinë bazë besimit. Sa më i lartë besimi tek Allahu i lartësuar, aq më shumë do të sprovohesh. Se Allahu don me testu ty edhe mu. Sa jeti në gjenje, ti shikë thonë jam musliman, sa jetë në gjenje me duru. Se në rahati gjithë durojnë, por kur të vjen sprova sa durojnë. Alladhi khalaqa al-mauta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ju kam kriju, thot Zoti, vdekjen dhe jetën për me ju provu ju, për me ju pa ju sa burrat mirë jeni, për me ju pa ju sa besimtar jeni. As ka ditë Zoti me na kriju dhe me na fut direkt në xhenet, siç futi Ademin alayhis salam, normalisht që ka ditë Allahu i lartësuar, mirë po duhet me i provu njerëzit. Ka dhe Zoti me këtë dunja që gjithsecilin prej nesh ta sprovon. Dhe kështu i dhujtarët e Mekës nuk do të rinin në rehat. Në karvanet të cilat kalonin pranë Medinës, gjithmonë mundoheshin që ti stimulonin muslimanët dhe besimtarët dhe ti kërcenonin ata. Një ditë prej ditësh, teksa Muhamedi alayhis salam po qëndronte me shokët e tij, i vjen një lajm se po kalon një karvan dhe karvani më së shumti ishte i pajisur me materialet e muslimanëve që i kishin lënë Mekë. Pra përveç se i përzun nga shtëpia, ja dëbun shtëpinë, ja morën tokën dhe ja morën prodhimet, dhe ja morën të ardhurat duke i shitur sipas qefit të tyre. Në këtë çast, kur Muhamedi alayhis salam i vjen ky lajm, menjëherë Muhamedi alayhis salam po i thot pranishmëve: kush është gati që nga ky çast të ngritet bashkë me mua? Pra jo unë si kryetar të më qifen, po bashkë me mua që jam i parë juaj, dhe t'i dalin përballa karvanit dhe t'ja marrin ushqimet që janë tonat. Nuk ka kohë me shku shtëpi me u bë gati. Kush është gati tani? Me mbrojt ato të cilën na e morën padrejtisht. Dhe u çun sahabët që ishin të pranishëm. Dhe u çun dhe dolën bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që t'i dalin para karvanit të idhujtarëve që vinte nga Mekka. Mirë po, idhujtarët dëgjuan për këtë lajm. Dhe i pari i këtij karvani ishte Ebu Sufjani, një prej kokave të idhujtarëve në atë kohë. Dëgjoi për këtë lajm dhe menjëherë, me shpejtësi të madhe,
e nis një kalorës për të shkuar në Mekë. Dhe këtu nuk bëhet fjalë me shkuar në katon tjetër. Ka di 500 kilometra larg. Shko dhe lajmëroi idhujtarët e Mekës. Dhe thuaj që ka dalë Muhamedi alayhis salam me na luftu. Ndërkohë që Muhamedi alayhis salam dhe shokët e tij nuk kishin armatime me vete. Thjesht po dilnin para karvanit për të marrë atë që i takon dhe s'kishte plan fare me bu luftë. Siç tham, akuzat e shumta kundrejt muslimanëve se janë dhunshëm. Pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij po dalin me marr hapun e tyre. Dhe shkon dhe i lajmëron ky person idhujtarët në Mekë. Atëherë idhujtarët e Mekës me në krye Ebu Gjehlin, i cili është quajtur ndryshe faraoni i kohës, me njëherë mobilizohet, me njëherë mblidhen, me njëherë do dalin burra dhe djemë të ri dhe do të armatosen me një armatim fuqishëm që t'i dalin përpara Muhamedit alayhis salam dhe duke shpresuar që do të vi çasti dhe momenti që ta zgjesojnë Muhamedit alayhis salam edhe shokët e tij. Dhe kështu u bën gati. Mirë po, në momentin që Ebu Sufjani, pra drejtuesi i karavanit, po afrohej, pra dhe mori vesh që ka dalë Muhamedi alayhis salam, ky po ndron rrugë dhe çon një kalorës tjetër, duke i thonë lajmëroj banorët e Mekës, idhujtarët, që karavani është i sigurt dhe s'ka nevojë më me ardhmë, që të ketë përplasje. Mirë po, me këtë gjë nuk do të pajtoheshin kurse si idhujtarët, të cilët edhe pse ju erdhi lajmi që nuk do të ketë përplasje, ata sërish do të nisen me mdhefin e tyre dhe me inatin e tyre që të shkojnë dhe ta luftojnë Muhamedit alayhis salam në Medinë. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi merr lajmin që idhujtarët e Mekës janë nisur, atëherë së bashku me shokët e tij po konsultohet. Së bashku me shokët e tij po bisedon se si do ta bëjmë çështje. Dhe a jeni ju gati o burra që dalin dhe të luftojnë kundrejt idhujtarëve të cilët me të padrejtë na e kanë marrë hapun. Çohet i pari Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Allahu i qoftë i kënaqur me të, i cili pasi flet fjalët e tij bie dakord me Muhamedit alayhis salam që të dalë. E pas ti çohet Omeri, Allahu i qoftë i kënaqur me të. Dhe pasi i flet fjalët e tij bie dakord me Muhamedit alayhis salam që të dalin. E më pas çohet një person i quajtur Miqdad ibn al-Aswad, i cili tha: O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne do të dalim me ty. Dhe kurse si nuk do të themi ty siç i than shokët e Musait alayhis salam. Çka i than ato? I than: O Musa, shko ti e në Zoti jot dhe luftoni, ne po rrim këtu po pres. Pa luftoni ju, vrituni ju, shkatroni ju, gjakosini ju se ne po rrim. I tha: jo, ne nuk do të themi ty siç i tha ai. Po ne themi po. Nëse ti del edhe ne do të dal. Nëse ti na thu që duhet me hyrë mes detit. Subhanallahu, çfarë besimi kundrejt Allahut dhe kundrejt pejgamberit alayhis salam. Nëse ti na thuaj tha që duhet me hyrë mes detit, ne si besimtarë i dërguar i Zotit do vim mbrapa te. Po ku ka sot me i thonë muslimanëve një urdhër dhe me qenë gjithë në një mendje që po duhet me bë këtë gjë. Gjithë secili ka mendjen e vet, gjithë secili ka idenë e vet, gjithë secili bëhet hoxh, gjithë secili bëhet mufti, gjithë secili bëhet doktor, gjithë secili bëhet arsimtar, dhe prandaj kemi mësuar si kemi mësuar. Që jemi të shumë në numër, por jemi të pak dhe të dobët përballë atyre të cilët nuk janë musliman. 3 persona u çuan dhe po dakordojnë. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akoma nuk po mjaftohet me fjalët e këtyre 3 persona. Edhe pse ishte Ebu Bekri, Omeri, pra nga shokët më të mirë. Pse? Sepse të 3 këto persona ishin të Mekës. Dhe nuk e njihnin situatën, dhe nuk e njihnin vendin, nuk e dinin gjendjen. Pejgamberi alayhis salam po pret që dalë dikush prej Medinës, pa ishin më shumë numër, ishin vendali. Atëherë do të çohet dikush
i Medines, i cili quhet Sad ibn Muadh, dhe tha fjalë shumë të fuqishme, ndërto tha: o i dërguar i Allahut, duket sikur po kërkon prej nesh mbështetje. Tha: ne të kemi besuar, pra të besum që je i dërguar i Zotit, të kemi vërtetuar dhe kemi dëshmuar se ajo që ke sjell ti është e vërtetë. Pa të kena besu me zemër, kena besu me mendje dhe me shpirtin tonë. Prandaj thot, ec përpara dhe na prin në atë që ti dëshiron dhe në atë e cila është më e mira. Kjo ishte një fjalë e cila i dëshmoi Muhamedit a.s. se Medinasit ishin me profetin e Zotit dhe ishin të kapur gjithë pas fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu do të bëhen gati edhe muslimanët e Medines që të dalin përballë idhujtarëve. Sa ishte numri i idhujtarëve dhe sa ishte numri i muslimanëve. Çka do të ndodhi më pas, të inshallah taala, nëse Zoti na jep mundësinë, do ta flasim në javët në vazhdim. Elusim Zotin tonë që të na falë dhe të na mëshirojë të gjithëve. Elusim Zotin tonë që historia e Muhamedit a.s. të jetë përjetim i joni në jetën tonë. Nuk ka diçka e cila ka ndodhur në jetën e pejgamberit a.s. dhe ne mos e ndjekim atë vetëm se është hajër në të. Çdo që e ka thënë pejgamberi a.s. dhe çdo që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ajo është jetë dhe duhet të ndjeket nga gjithë secili prej nesh. Elusim Zotin tonë që të na falë dhe të mëshirojë të gjithëve. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.